başımdan alıyorsun. Çok yakışmış. Mesele bence elbise değil. Kimin giydi? Allah'ım. Kanalıma abone ol ve zil ikonuna bas. Yeni videoları kaçırma. Një fustan, një buzëqeshje dhe një luftë që sapo ka filluar. Bukuria e saj nuk është e rastësi, është rrezik. Sepse këtë herë zemra do thyhen dhe maska do bien një nga një. Sa herë ma merr mendjen. Të paska hije shumë, por problemi nuk është e fustani. Problemi është ajo që e vesh. O Zot, çfarë po ndodh kështu? Nëse nuk doni të humbisni asnjë çast nga historia e Merxhanit, abonohuni në kanal, klikoni ikonën e zilës dhe bëhuni të parët që mësoni çdo sekret. Ku është ajo shtriga Nermin? Do ta mësoj ajo sot si është të vendosësh pengesa për mua. O e dashur, nuk është e lehtë të jesh rivale e Nermin Yıldırım, sepse unë nuk humba askurrë. Unë do ta ringrej fundacionin dhe si presidente e re do ta sundoj çdo gjë. Çfarë është kjo? Prit, ma shpjego. Në çfarë telashi e futur? Nermin? Hajdar? Këta janë vetëm pre e lehtë. Rreziku i vërtet është Merxhan. Dhe nëse heshtim, ateshim më ta humbasim për gjithmonë. Tema u mbyll, mos ma përmend më këtë, sepse kur nuk do ta lejoj të ma marrësh ateshin para syve të mi. Nuk ka kthim pas më, do t'i mësosh të gjitha, planin e hakmarrjes, sekretet, tradhtit, çdo gjë. Sepse kjo nuk është më dashuri, kjo është luftë.